normalisht doshim 3 pikë, si çdo ndeshje në fushë tonë, edhe jashtë fushës vazhdimojmë gjithkohë për 3 pikë. Megjithatë, u bona disa lëvizje që disa lojtarë ndoshta që kanë nevojë për pak pushim më shumë. Gjithçka luajtën besoj që bënë më të mirë në tyne, pavarësisht të shafundi i kampionatit, kena realizuar një objektiv që është final fori dhe besoj që jena në rrugë të marrë për me pretenduar deri në fund për titullin kampion. Ju vjen keq profesor që nuk arrihet vendi e parë sot pasi edhe Ignatia humbi. Unë thash që na him çdo ndeshje për 3 pikë po skuadra të tjera fore, megjithatë thëmë drejtën, sezonin përgjithësia besoj që është sezon i mirë për gjithë deri tash. Tash si ka meta ajo, si thëmë, që është një mitor që uroj shumë dhe besoj me punën e gjithëve president, stafit dhe lojtarëve gjithë bashkë tifozë që i kena kërë gjithmonë, besoj shumë që t'i nabim Shkodrës një gëzim mall me titullin kampion. Natyrisht nuk është e lehta, dihet se, por do të luftojmë deri në fund. Kena ekip mirë, besoj shumë do të luftojmë deri në fund. Dhe në dy suksesi më përvodi, jo keq. Unë besoj që është sukses, por unë kam arrit me kuptu një gjë që në Shkodër nuk nashëm me vend dytë. Në du në yllë. Kështu që edhe unë thëmë që vend e dytë është sukses, por vend i parë është sukses që dojnë ndonë Shkodran. Unë personalisht nuk kam preferencë. Nuk është në kushtetet për klubit dhe mund të ketë, nuk e di, por thëmë dhe ti pun pyet mu individualisht, nuk kam një preferencë, pas janë skuadrat forta janë. Gjithë konsideroni një kampionat çuditshëm, por ju është një kampionat i fortë me realitet deri javën e fundit? Po unë besoj se përderisa deri në javën e fundit janë gjithë ekipet pothuajse, po objektiva të realizuara. Nuk mund ta quaj kampionat dopt, të fortë ta quaj. Përderisa deri në javën e fundit, se nuk është do të thosha ndoshta edhe i çuditshëm, se çka është deri në fund dhe shumë ekipe mos dinë alo vendin që renditen tabelë. Megjithatë për vllaznin besoj se është suksesum. Çështja më e tortë është titulli. Shohim, ne do ta realizojmë. Faleminderit.